Vetëm 1/3 e rasteve të dhunës lidhet me pacientët me probleme të shëndetit mendor, ndërsa 2/3 e këtyre rasteve kanë të bëjnë me një formë sjellje, e cila shkaktohet nga disa faktorë. Dhuna nuk është sëmundje, dhuna është formë sjellore. Mund të jetë simptom e një problemi psikiatrik, dhuna duhet të ndahet, është ligjore ose jo ligjore, pra problemi i shëndetit mendor. Statistikat thonë që rastet më të shpeshta të dhunës janë sjellore, pra janë jo sëmundshmëri. Mjekja tregon se sipas statistikave rastet e dhunës janë të përditshme, ku më të shpeshta janë format e dhunës ndaj grave, fëmijëve, personave me aftësi të kufizuar, dhuna ndaj të moshuarve dhe format e bullizmit. Por pse rastet e dhunës janë në rritje? Dhuna ka gjenezën dhe historikun e vet, është edukimi familjar, baza është familja, ku fëmijët sot rriten me kushte shumë të mira materiale, por kanë të varfër anën emocionale, komunikimin, vlerat e shoqërisë, toleranca, mirëkuptimi. Kanë mungesa të prindërve fizikisht në shtëpi, të prindërve shumë të zënë me punë, të prindërve të larguar për shkak të emigracionit, për të siguruar jetesën dhe kushtet e fëmijës, dhe ndërkohë rriten me gjyshër edukator ose familje disfunksionale, familje në krizë. Sipas statistikave, 1/3 gra dhunohet. Shumë prej tyre marrin urdhra mbrojtje të cilat shpesh nuk ju shërbejnë për t'u larguar nga dhuna. Dhuna shkakton edhe probleme psikologjike dhe psikiatrike, ndërsa ende shumë prej viktimave nuk kërkojnë ndihmë nga autoritetet për shkak të stigmës, turpit dhe fajit që ndjejnë.